Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi në emisionin Economics. Në këtë edicion do të trajtojmë dy çështje. E para ka të bëjë me shoqatën e kontabilitetit dhe auditimit në Kosovë, ku para disa javësh shënoi 25 vjetorin e themelimit, e në të cilën ngjarje liderët institucional e vlerësuan kontributin e SKAK-ut në zhvillimin ekonomik të vendit. Për këtë çështje do të flasim me drejtoreshën ekzekutive të kësaj shoqate, Teuta Ukshini Aliu. Ndërsa në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për pritjet e përfaqësuesve të bizneseve nga institucionet e reja që pritet të formohen pasi u mbajtën zgjedhjet në Kosovë, por edhe për sfidat që sipas tyre duhet të adresohen menjëherë. Për këtë do të zhvillojmë një intervistë me drejtorin e dhomës së tregtisë dhe industrisë, Kushtri Mahmeti. Qëndroni me ne. Një fushë me rëndësi të madhe për ekonominë e biznesin është kontabiliteti dhe auditimi. Një rol të rëndësishëm në zhvillimin e këtyre profesionistëve në Kosovë ka shoqata e kontabilistëve të certifikuar dhe auditorëve të Kosovës, e njohur si SKAK, që është antare e Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve. Kjo shoqatë para disa javësh shënoi 25 vjetorin e themelimit, ku u vlerësua roli i saj në zhvillimin ekonomik të vendit. Ashtu siç paralajmërova në fillim, me ne në studio është drejtoresha ekzekutive e kësaj shoqate, Teuta Ukshini Aliu. Zonja Aliu, faleminderit për intervistën. Faleminderit juve për ftesën. Para disa javësh shënuat 25 vjetorin e themelimit të SKAK-ut, si shkoi në përgjithësi kjo ngjarje dhe sa është i rëndësishëm auditimi dhe kontabiliteti për bizneset në Kosovë, por edhe për një ekonomi në tërësi. Atëherë, me nda pjesën e konferencës për 25 vjetorin, fillimisht ka qenë një ngjarje jashtëzakonshme për profesionistët tanë, për anëtarët tanë, por edhe për komunitetin e biznesit. Për arsye se SKAK, me qenë se është shoqata e vetme në Kosovë që është e antarësuar me të drejta të plota në Federatën Ndërkombëtare të Kontabilitetit IFAK, në ceremoninë e 25 vjetorit ishte i pranishëm edhe drejtori ekzekutiv i IFAK. Kjo e dëshmon qartazi angazhimin e SKAK-ut ndër vite në kontributin në zhvillimin e profesionit, kështu që edhe si synim i IFAK ka qenë me promovu rolin që auditorët dhe kontabilistët certifikuar e kanë në ngritjen e kapaciteteve institucionale, por gjithashtu edhe në sektorin privat. Gjithashtu të pranishëm kanë qenë ministrja zonja Mimoza Kusari Lila, kanë qenë përfaqësues të tjerë institucional, si që është auditoria e përgjithshme e Kosovës, guvernatori i Kosovës, ka qenë i pranishëm drejtori i administratës tatimore të Kosovës, pra e kemi pas një prezencë jashtëzakonisht të lartë të institucioneve, ku secili prej tyre ka dhënë një mesazh të qartë mbi kontributin që shoqata jonë e ka dhënë që nga themelimi nga viti 2001 e deri më sot në formimin e gjeneratave të kontabilistëve të certifikuar dhe auditorëve të certifikuar dhe auditorëve ligjor. Sa i përket profesionit, është një profesion jashtëzakonisht i rëndësishëm për institucionet në aspektin publik, institucionet publike, për shkak të ngritjes së llogaridhënies, ngritjes së transparencës, edhe korrekcisë në leximin e të gjitha raporteve dhe në anën tjetër në aspektin e bizneseve private, ku ju ndihmojnë bizneseve jo vetëm tashmë në mbajtjen e librave të tyre dhe raportimeve ditore, por gjithashtu edhe në krijimin e vizionit të tyre biznesor sa i përket financave. Është me rëndësi sa është numri i auditorëve dhe kontabilistëve në Kosovë, por konkretisht edhe nga SKAK-u të cilët janë certifikuar, zonja Aliu? Normal që SKAK-u e zotron tregun të themi se është shoqatë jo profitabile, pra është kriju me qëllimin dhe me misionin dhe vizionin që të ngrit kapacitetet dhe të ndihmoj vendit në ngritjen e llogaridhënies dhe transparencës gjithmonë në interesin publik. Ne me që jemi themelu të parët, pra ekzistojnë dy shoqata të tjera, por ne zotrojmë numrin më të madh të auditorëve ligjor, të cilët tashmë janë të listuara në Këshillin Kosovar për raportim financiar, gjithsej janë diku 98 auditor ligjor, janë 830 kontabilistë të certifikuar, që janë gjenerata të certifikuara nga SKAK, e të cilët sot shërbejnë që me ligjin për raportim financiar, çdo biznes i cili hyn në normativin që duhet të raportoj dhe të nënshkruaj pasyrat financiare nga kontabilistët e certifikuar, në mënyrë që të ngritet një farë me besueshmëria e pasyrave financiare nga bizneset edhe për investitorët e huaj, por edhe për institucionet mbikëqyrëse të vendit. Ndërsa sa i përket auditorëve? Auditor ligjor janë 98, dhe me thonë auditor ligjor në kuptohet ata që japin opinionin edhe e nënshkruajnë opinionin e pasqyrave financiare të kompanive,
ndërka që auditorët e certifikuar, të cilë është një titull që i kalojnë 3 nivelet e provimeve në skak që është niveli teknik i kontabilitetit, kontabilisti certifikuar dhe auditori certifikuar e kanë një përvojë të tyre, por nuk e kanë krijuar përvojën 3 vite që është me ligj e kërkume direkt punë primare të jenë auditor, për ta fitu titullin e auditor ligjor. Ata mund të ushtrojnë profesionin e auditorit, por nuk mund të japin firmën e tyre në opinionet e pasqyrave financiare dhe numri tyre është dikon 315 auditor të certifikuar. Po, a mund të bëjnë këta auditor pra që auditime për kompanitë private? Auditime të brendshme, nëse mund të quajmë ashtu? Auditimi i brendshëm është një certifikim tjetër që SKAKU e posedon. Për shkak se auditimi i brendshëm tash edhe me kërkesat ligjore për të gjitha institucionet, qoftë publike, po edhe private, kur janë kompanitë nda në interes publik, kërkohet me qenë edhe auditori i brendshëm, por që është një sferë që mbulon edhe procedurat e kryerjes së punës janë pak më ndryshe se sa auditori i jashtëm, dhe ato janë certifikimet e tjera, që na i kemi dikun 80 me numër auditor të brendshëm të certifikuar. SKAKU ka dhe një numër tjetër të programeve certifikuese që ne i ofrojmë, siç është ekspert tatimor, ekspert i lartë tatimor, ekspert i forenzikës financiare, pra janë module ose trajnime të veçanta të specializume për profesionistët e fushës që dëshirojnë, ndërkaq auditorët pra që i nënshkruajnë pasqyrat të kompanive private, por edhe shtetërore, për shkak se zyra kombëtare e auditimit është përgjegjëse për auditimin e institucioneve publike buxhetore të Kosovës, ndërsa auditorët ligjojnë e bëjnë auditimin e kompanive private, por edhe institucioneve shtetërore, kur ato nuk janë të mbuluara nga zyra kombëtare e auditimit. Sa certifikime në total bën SKAKU? Pra, duke marrë për bazë përmendet disa certifikime për auditor të brendshëm, por edhe certifikime tjera, në total sa është numri i certifikimeve që bën SKAKU? Pra janë 3 nivele bazike për të arritur tek niveli auditor ligjor, pra është niveli teknik i kontabilitetit që kemi 2048 teknik të certifikuar të kontabilitetit, që është niveli parë, janë 4 provime, që duhet se cili kandidat të ju nënshtrohet atyre, pastaj është niveli 2 prap me 4 provime, kontabilisti certifikuar, dhe niveli 3 është auditori certifikuar. Niveli 2 dhe niveli 3 për pos provimeve kanë edhe njojën e praktikës, apo punës praktike që duhet gjithsesi ta kenë në mënyrë që t'ju jepet certifikata. Pastaj e kemi auditori brendshëm e certifikuar, siç e përmenda, është ekspert tatimor, ekspert i lartë tatimor, ekspert i forenzikës financiare. Dhe vitin e kaluar SKAKU ka startuar edhe me një trajnim tjetër, që është në bashkëpunim me AICPA dhe CIMA, që janë shoqata ndërkombëtare, për ESG, që është Environment, Social... Good Governance, pra qeverisje mirë korporative, njohja mjedisit... Çështjet sociale. Kjo pra që me ligjin për raportim financiar në Kosovë, është edhe një pjesë ku institucionet me interes publik edhe kompanitë e mëdha janë të obligume për pasqyrave financiare me bë dhe raportin e qëndrueshmërisë dhe me dhënë opinion auditori edhe mbi raportin e qëndrueshmërisë që e përfshin pra ambientin, e përfshin kujdesin ndaj njerëzve dhe qeverisin korporative. Dhe për këtë arsye ne kemi startu me një certifikim bazik, ku antarët e tanë mund të marrin një uritë bazike, ndërsa këtë vit jemi në proces të marrjes së trajnimit tjetër, që është ESG e avancuar, ta quajmë atë, janë 40 orë të plota dhe certifikata që antarët tanë e marrin është e njohur edhe me AICPA dhe CIMA, pra e njohur edhe ndërkombëtarisht. Të gjitha certifikimet e SKAKUT vlen të theksohet që antarët e tanë përmes certifikimeve në SKAK ju jepet mundësia jashtëzakonshme që të transmetojnë diplomat e tyre dhe jashtë vendit. Pra ne kemi marrëveshje të njohjes reciproke me ACCA, që është shoqata e kontabilistëve dhe auditorëve në Londër, po që është shoqatë ndërkombëtare se ka me mija antarë në të gjithë botën, dhe certifikimi pra nëse dikush i përfundon provimet në SKAK, me automatizëm mund t'ju nënshtrohet edhe 2-3 provimeve në ACCA dhe e merr diplomën edhe në ACCA, pra të gjithë njerëzit që e konsiderojnë karrierë të mirë karrierën e financave, kontabilitetit e auditimit, SKAKU mendoj në Kosovë që ja ka hap dyert shumë të rinjve që t'i qasen edhe trekun ndërkombëtar. Ne zakonisht po bëjmë postime në rrjetet tona sociale për storit të suksesit të antarëve tanë që tashmë janë duke shërbyer në firma ndërkombëtare të njohura si
persona që e kanë marrë certifikimi fillimisht SKAK, e kanë kriju përvojën praktike dhe tashmë janë të aftë që të kontribuojnë edhe në tregun ndërkombëtar. A ka mjaftueshëm për tregun e Kosovës auditorë dhe kontabilistë të certifikuar? Mendoj që nevoja, normalisht për shkak të moshave, tash ndrimi i gjeneratave, gjithmonë është nevoja që të certifikohen sa më shumë njerëz dhe të jenë në përputhje me kërkesat e tregut që janë tashmë. Ajo që ne duhet të synojmë si institucione shtetërore është cilësia e auditimit dhe për këtë ne si SKAK tentojmë zakonisht që të promovojmë idenë që duhet gjithsesi të ketë mbikëqyrje nga institucione shtetërore, siç është KKRF-ja dhe Bordi i Mbikëqyrjes, pra është një organ kompetent në institucionet vendore ku e mbikëqyr punën e auditorëve dhe të jetë një cilësie ndërkombëtare të themi dhe të mburremi me punën e tyre, për shkak se mendoj siç e ceka edhe në fillim, auditorët i kontribuojnë zhvillimit ekonomik përmes sigurisë që ata japin, opinionit që ata japin që një kompani është duke performuar mirë dhe pasqyrat e tyre e paraqesin në mënyrë të drejtë gjendjen e tyre. Përmendet çështën, a ka interesim nga të rinjt për këto profesione? Sfida e të rinjve... Duke marrë për bazë dhe faktin që në gjenerata cilat synojnë pra universitetet, fakulteti ekonomik është njëra prej drejtimeve që më shumë t'i kanë interesim, nëse mund ta themi ashtu, por a ka interesim më pastaj për të vazhduar edhe me certifikime? Në kohën e sotshme, një ndër gjërat ose temat kryesore që edhe drejtori IFEC, zotri Lee White, e përmendi në konferencën e 25 vjetorit, ishte pikërisht sfida për të atraktuar gjenerata të reja. Pra nuk është vetëm në Kosovë, kjo ndodh në të gjithë botën, por ajo çfarë ne po bëjmë si SKAK është përmes marrëveshjeve të bashkëpunimit me Universitetin e Prishtinës dhe me universitetet e tjera në Kosovë, sidomos Universiteti i Prishtinës e ka krijuar tashmë edhe profilin apo drejtimin kontabilitet, që ne kemi marrëveshje që ju nifet niveli i parë nëse ata janë të diplomuar në Universitetin e Prishtinës, pra nuk është e nevojshme të vinë dhe të nënshtrohen provimeve të nivelit parë në SKAK. Kështu që është një mundësi e jashtëzakonshme dhe po mundohemi me bo programe të tilla që me bo sa më atraktive profesionin për të rinjt e vendit. Mendoj që është një profesion që ka akoma interesim, sidomos këtë vit jemi shumë të kënaqur edhe me kërkesën e tyre për të regjistruar edhe në Universitetin e Prishtinës, por edhe në SKAK gjithashtu jena në kuadër të... Por edhe universitetet private, kolegjet private. Po, edhe kolegjet private besoj që po edhe në SKAK, deri më tani, jena mirë me numrin, po ajo që ka ne po tentojmë të bëjmë është që t'i mbajmë, jo vetëm të regjistrohen, po t'jenë aktiv, t'i përfundojnë nivelet e tyre dhe t'a ushtrojmë profesionin. Sa është e rëndësishëm besimi që duhet krijohet mes një kontabilisti, auditor dhe një kompanie? Besimi është ndërshtylla kryesore të profesionit. Normalisht që përpos profesionalizmit edhe njohurive teknike që duhet t'i ketë secili individ profesionist me standarde ndërkombëtare, të jetë gjatë gjithë kohës duhet antarët e anë kur ta marrin titullin kontabilisti certifikum, auditori certifikum, të ndjekin edukimin e vazhdueshëm profesional, që janë sesione që zhvillohen gjatë gjithë vitit me tema të ndryshme për shkak se edhe standarde ndërkombëtare ndrojnë sipas nevojave të bërit biznes edhe ndryshimeve të legjislacioneve ndërkombëtare. Ata pra duhet gjatë gjithë kohës të jenë në hap me ndryshimet, por etika e ushtrimit të profesionit është primare dhe është e pazaventueshme çdo herë. Pra, tash na e kemi diskutimin që inteligjenca artificiale pizavenson profesionin e kontabilistit, por nga ajo që po shihet nuk është që është tu e zaventu, është një vegël që po na ndihmon përkundrazi që ne me qenë më afër vendimarrësve të biznesit dhe atyre që bëjnë strategji në biznes, në mënyrë që kontabilistët tashmë u pozicionu në një vend strategjik brenda biznesit. Pra kjo lidhje tashmë po ndryshon me ndihmën e inteligjencës artificiale. Numrat janë numra, por zhvillimi teknologjike e kanë bërë të jashtëzakonshme secilin profesion, nëse mund ta themi ashtu. A jemi duke u përshtatur me zhvillimet teknologjike sa i përket auditimit dhe kontabilitetit, duke marrë përballë që kohëve të fundit e përmend inteligjencën artificiale, por edhe zhvillime tjera, pra nuk është e njëjta sikur para 10 viteve, sikur siç është tani. Absolutisht nuk është e njëjta. Hovi i zhvillimit është i jashtëzakonshëm për shkak të inteligjencës artificiale. Ajo që po vendoset në pa është që kontabilistët duhet me përqafu ndryshimin
e shpejt që po vjen për shkak të inteligjencës artificiale, që ka ardhur tashmë, nuk mund të themi që po vjen, ajo është në mesin tonë, por që duhet pra t'i mbajnë kriteret bazike të gjykimit profesional dhe të etikës profesionale. Këto dy gjëra janë që e bëjnë kontabilistin tash të qëndroj dhe të jetë ai personi i besueshëm që vendimarrësit brenda biznesit i besojnë, ndërsa veglat që t'i ofron teknologjia informative apo inteligjenca artificiale në këtë rast, duhet të konsiderohen vetëm ndihmë ose vlerë e shtuar që sa më shpejt kontabilisti me ardhë të një parashikim, të një konkluzion, të një analizë për të ndihmuar vendimarrësve në biznes. A janë këto zhvillime teknologjike pjesë e trajnimeve ose ligjëratave që mbajnë studentët ose auditorët dhe kontabilistët cilët vinë në skak? A janë pjesë e ligjëratave të reja, pra adoptimi tyre në një realitet të ri? Ajo çfarë skak bën zakonisht është që çdo herë e rifreskon literaturën varësisht për ndryshimeve, qoftë të standardeve, por edhe hyrjes së teknologjisë informative apo veglave të ndryshme në secilën nga lëndet aq ku është e nevojshme sipas departamentit profesional apo të edukimit profesional që zhvillohet. Ajo çfarë ne bëjmë, ndjekim jo që shpikim diçka të re, po atë që e bën bota mundohemi me e marrë edhe me nxjerr më të mirën edhe me u kontribu mas miri antarëve tonë, kështu që besoj që qëndrojmë jashtëzakonisht mirë me ofrimin e këtyre njohurive për antarët tanë. Cilat janë sfidat kryesore me cilat ballafaqohet kjo industri, nëse mund ta quajmë industri, të auditorëve dhe të kontabilistëve? Një nga sfidat kryesore është që, siç e përmenda, duhet të jenë konstant në hap me ndryshimet botërore që po vinë, në hap me ndryshimet e standardeve, pra ju kërkohet çdo kontabiliste dhe çdo auditori që të përfundojnë edukimin e vazhdueshëm profesional. Ajo normalisht që janë orë pune, janë orë studimi gjatë gjithë vitit, krahas punës që e bëjnë. Pra është një profesion i sfidues gjatë gjithë kohës. Nuk mund të thetë dikush që e mor certifikatën dhe nuk ka më shkollim, është si puna e mjekëve edhe puna auditorëve dhe kontabilistëve që gjatë gjithë kohës duhet të ndjekin trajnimet e specializuar të orëve të vazhdueshme të edukimit profesional. Dhe sfida tjetër është pikërisht për shkak të përshtatjes së ndryshimeve të shpejta, qoftë teknologjike, qoftë edhe të standardeve. Duhet gjithashtu që edhe shteti të krijojë mekanizma, siç e përmenda më herët, të një kontrolli që të ndihen të barabartë, të trajtuar në mënyrë të barabartë dhe që ju jepet hapësirë të gjithëve. E përmendet çështjen e ESG-s, pra çështjeve sociale, mjedisore dhe qeverisjen korporative, bizneset eksportuese veçanërisht e kanë për obligim që të respektojnë, eksportuese që eksportojnë produkte në Bashkimin Evropian që të zbatojnë standardet e ESG-s. Është një momentum i ri edhe sa i përket bizneseve prodhuese, por jo vetëm, që të adoptojnë këto politika dhe këto standarde duke bërë certifikimin ose duke angazhuar auditor ose të certifikuar sa i përket këtyre standardeve? Po, është kërkesë e re normalisht, sfidë e re, siç e ceka, por ligji ekziston që nga 2019, një kërkesë e tillë për raportimin e raportit të qëndrueshmërisë nga ana e bizneseve, jo vetëm prodhuese, po gjitha bizneset që hynë në kategorinë e bizneseve të mëdha në Kosovë sipas ligjit për raportim financiar, apo me interes publik, se mund të jenë edhe me pronësi private, por që janë me shërbime për interesin publik, obligohen që të angazhojnë auditorin i cili do t'jau jep opinionin mbi raportin e qëndrueshmërisë. Pra, kjo nënkupton që nëse biznesi është në përputhje të plot me politikat për qeverisit mirë korporative, aspektin social dhe ndikimin në ambient. Pra, është një kërkesë ligjore, përpos që janë edhe standardet që duhet me i plotësu. Zonja Leju, ka që shumë kohë për këtë intervistë, faleminderit shumë edhe një herë që ishe pjesë e Ekonomiksit. Faleminderit shumë për juve. Kalojmë tani në një temë tjetër ku do të diskutojmë për pritjet e bizneseve nga institucionet e reja që pritet të formohen pasi u mbajtën zgjedhjet në Kosovë, por edhe për sfidat që duhet të adresohen më njëherë. Me ne në studio është drejtori i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Kushtri Mahmeti. Zotëri Mahmeti, faleminderit për intervistën. Faleminderit për mundësinë. Gjatë ditës dje është paralajmëruar që do të ketë një takim me kryetarin e Prishtinës për kafën e mëngjesit, siç e keni si aktivitet, mirë po u anulua, pse ndodhi një gjë e tillë? Fatkeqësisht u anuluan nga kryetari, na gjitha përgatitjet i kishin, bizneset ishin
një pjesë e tyre vetë se kishte mrrinj në lokacionin ku ishte caktuar takimi. Dakordimi ishte vazhdimisht, deri dje në mbrëmje kemi qenë në koordinim të vazhdueshëm me kabinetin e kryetarët dhe sot mëngjes themi afërsisht 15 minuta para se të niste sipas orarit që kemi dakordu prapë së bashku, na njoftojnë nga kabineti i tyre sekretari nuk mundet me qenë i pranishëm për shkak të disa angazhime tjera të paparashikuara, po që kjo është përshqetësim edhe për keqare themi, sepse bizneset e shumta lanë punët e tyre, lanë angazhimet e tjera për të marrë pjesë me diskutu me kryetarin, sikur e bëjmë me gjithë kryetarët e tjerë, sfidat dhe themi telashet edhe specifikat që përballen bizneset në komunat ku ato kryejnë operimet e veta. Keni pasur takime të tilla edhe me kryetarët e tjerë të komunave, në përgjithësi zotëri Ahmeti, cilat janë sfidat me cilat janë që duhet të adresohen më një herë? Kemi me 6 gorsancën konstituive të kuvendit, pra pritet formimi institucionet të reja, cilat janë sfidat kryesore dhe kërkesat kryesore të bizneseve cilat duhet të adresohen më një herë nga institucionet qendrore, por edhe nga ato lokale, siç keni pasur takimet me kryetarët e komunave. Tek qendrorët padyshim është lista, me thonë të drejtën, është bëhe gjatë, sepse kriza gjatë institucionale e ka bërë vetën dhe ndoshta ka njerë shpesh e përmend dhe them ndoshta një sfidë që është shumë e vogël ose pejorative, sot është bërë një sfidë e madhe sepse është duke mos u marrë askush me atë çështje, atëra e përshkon tu zgjeru si problematike edhe tek peni biznese dhe tek shumë bizneset të tjera dhe në mungesë tensioneve funksionale padyshim kemi që ka rrit listën ta quajmë të problemeve, të cilat edhe sot e kësaj dite po vazhdojnë të rritën edhe madje edhe sot para pak orësh apo më njoftuan që prapë janë të pas tash problem eksportues të themi ose transportues sidomos të me maune që kanë prapë probleme këtë sistemin e ri të BE-s, i cili kishte para një kohë kanë pasur protesta dhe transportues të rajonit, tash të Kosovës kanë probleme të tilla dhe madje sot kishin pasur edhe pengesat shumëta me cilat ne prapë do të kërkojmë edhe për BE-s, po gjithashtu edhe për qeverisë tonë, kjo që është në detyrë të paktën që ndërmarrim doni veprim për t'ju ndihmuar këtyre bizneseve. Sfidat janë jashtëzakonisht fatkeqësisht shumëta për shkak se nuk kemi pas një qeveri funksionale, më shumë po kemi në detyrë sesa që po është funksionale dhe fatkeqësisht me thonë të drejtën edhe në disa periudha kur ka qenë qeveria themi fuqi plot, nuk e ka pas atë gatishmërinë që të ndërmarrë veprime të shpejta. Edhe kjo normalisht pastaj ka shkaktuar telashet një pasnjëshme, sepse kur si merr ka njerë do hapa me kohë të shpejt, normalisht sjell dëme të shumta siç i kemi sot dëme që po vazhdojmë përballë për shembull nga rritja e vazhdueshme e çmimeve derivateve të naftës, një vendim që ka mujt qeveria me ndërmarr, sepse ishte në detyrë kur u rrit fillimisht çmimi i derivateve dhe mund të ndërmendte veprime që të paktën do ta ndihmonin bizneset që vetë se u ndikuan më një herë nga çmimi i derivateve dhe të paktën do të kishin një lloj baraspesha ta quaj kështu në këto rritje pastaj edhe të çmimeve të produkteve, sidomos këtyre produkteve esenciale për cilat qytetarët themi e kanë të detyrueshme ta quaj kështu ta blejnë atë produkt esencial se s'po këshur më kërkosh me ble produkte të kategorisë së shtrenjtë sepse e dim situatën ekonomike dhe xhepin që e kanë qytetarët. Por që arsyetuan, pra zyrtarët qeveritarë në detyrë arsyetuan me mos marrjen këtyre vendimeve siç u kërkuan nga bizneset, me vendime të tjera të cilat sipas tyre ndikuan edhe në mos rritjen e çmimeve të derivateve më shumë se sa që ishte ditore, pra edhe nga vendimi i Ministrisë së Tregtisë. Shiko, tash kjo vendosja e çmimit tavan e ka shkatërruar konkurrencën, sepse edhe disa shitës të derivateve që kanë marrë çmimin më të lirë kundrejt shumë këtyre shitësve më të mëdhenj të derivateve, e kanë marrë gjatë kësaj periudhe, po e vazhdojnë me marrë gjatë kësaj periudhe çmimin e njëjtë tavan që po e vendos pra themi Ministria për çdo ditë. Pra, në këtë anën tjetër, domthonë është pamundsu të pasja e një ekonomie të lirë të tregut, siç është e formuar edhe Kosova e tillë siç funksionon si një ekonomie e lirë të tregut, po ideja jonë edhe kërkesa jonë ka qenë për minimue bizneseve, të cilat vetë se u përballen, sidomos këto që kanë transport, sidomos bizneset të cilat po duhet me përdorë gjeneratorin për energji elektrike, sepse për neve është shqetësuese ku këto temperatura tash që i kemi, ku në përgjithësi gjithmonë dihet që në periudhën e verës bjen konsumi i kërkesës për energji elektrike, në anën tjetër ne kemi vazhdimisht themi reduktimet shumëta të energjisë edhe i ka vënë para një situatë jashtëzakonisht problematike shumë biznese prodhuese sidomos Kosovë, të cilat kanë partneritete ose eksporte në shumë vende të Evropës. E që kontrollat zakonisht din të jenë afatgjate. Absolutisht. Ky është pastaj sfida sepse për ta ishte shumë problematike nëse mund me mrrinj me kohë për me përmbyll themi
produktin final me përmbush kontratën, sepse të fundit bizneset atje, cili do të qoftë taj partnerët që ka atje nuk i intereson çfarë telashe keti këtu në Kosovë, e dënë me kohë me çu. E anën tjetër tash teknologjia e re e vendosur për shumë bizneseve, themi në këtë rast teknologji prodhuese, nuk e duron themi reduktimet e shumta dhe kjo sjell pastaj pasoja afatgjate, në këtë rast sjell pra prishje të stabilimenteve që janë jashtëzakonisht të shtrenjta, kohë të gjatë për me prit, për me të ardhë pajisja re, për me të ardhë mjeshtri për jashtë, sepse për shumë makineri që janë sot në Kosovë nuk ke mjeshtër për mi ndrejsh ato, do të me prit edhe mjeshtri me arë nga jashtë. Domthonjë, më njëre ki një sfidë të re. Pra një zinxhir i problemeve cilat i atribuohen në fund biznesit. Absolutisht. Domthonjë, mënyra ka qenë që kjo, sepse na po e shohmi edhe në raportet e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, domthonjë tashe fillimisht prej vitit kalum ju shtu si barë ose si një kosto shumë e madhe e prodhimit në Kosovë ju shtu çmimi i energjisë elektrike, tash i është shtu si e dyta kostoja e derivateve të naftës që kanë ndikuar më një herë. Me 6 të muajt të ardhshëm është seanca konstituive. Sa është e rëndësishme që formimi i institucioneve për biznesin në Kosovë? Jashtëzakonisht shumë. Është emergjente. Është emergjente me pas institucionet tona një funksionim siç duhet. Prandaj na edhe në zgjedhjet, edhe para zgjedhjeve të vjetorit, edhe para zgjedhjeve të shkurtit, vazhdimisht gjithë kastës politike kemi bërë thirrje mos e çoni vendin zgjedhje. Nuk e kemi komoditetin ne kështu me majtë zgjedhje çdo 3-4 muaj. Lere që po humbën mjete, po flasëm për ka 11 milion dikun ishte vetëm për zgjedhje organizim. Po humbëm edhe kohë për më marrë, domthonjë pasojat po i kemi tashmë kemi edhe humbjet e mjeteve nga BE-ja për planin e rritjes që kemi diskutu edhe në emisionin e kaluar bashkë, kemi sqaruar këtë shqetësim që kemi pasur edhe atëherë. Jemi prapë në rrezik me humbë dhe më shumë nëse vazhdojmë me këtë situatë dhe prapë uroj që po bëhet me të gjashtën. Po këtu kanë erë këtë politikës tonë, me thonë drejtën nësë për i besohet, se këta sa po duke që po dojnë më bo bashkë, që është po ndahen edhe prapë është rrezikshmëri që mundën me përfundu prapë në zgjedhje dhe ne prapë do të humbim edhe më shumë, edhe tash kur s'ke institucione, kërkush s'po mune, se sistemi është i marrur i tillë që pavarësisht që administrata themi publike e kryen funksionin e vet, punën e vet deri në fund, po funksionin e plot, themi, të një dokumenti do të mjavon ose ministri, ose qeveria, ose kuvende, dhe kur këto 3 hallka nuk i ke funksionale atër, gjithçka po betet e bllokume, çdo vonese ka kostën e madhe të saj, dhe kështu që ekonomia dhe qytetarët e kam thonë dhe vazhdoj me thonë, për gjatë gjithë kësaj periudhe gjatë kanë mbetje jetim, nuk kanë më të kush më mbështet, sepse nuk ke institucione funksionale dhe stabile. Nëse duke u bazuar në kërkesën e juaj, si përfaqësues bizneseve me kërkesën për të formuar institucione dhe për të konsoliduar, cilat duhet të jenë ligjet kryesore, cilat duhet të riformulohen, duhet të plotësohen nga Kuvendi i Kosovës, por edhe në anën tjetër punët kryesore që kryeministri i qeverisë së ardhshme duhet t'i adresojë sipas dhomës së tregtisë dhe industrisë. E para, qeveria dhe institucionet tona duhet të hapin dyert, edhe duhet të hapin komunikimin me komunitetin e biznesit, sepse fatkeqësisht komunikimi nuk ka qenë adekuate dhe themi në ato çka duhet konsiderojmë që duhet të ishte, nuk ka qenë, dhe kjo normalisht ka shkaktuar gapin e zgjidhjes së shpejtë edhe të problemeve kur atëherë kemi pas institucione funksionale. Normalisht janë numër i madh i shumtë i ligjeve, bile madje para në gjatë fushatës zgjedhore, ne si dhomë ju kemi drejtu se cilës parti politike dhe se cilit lider që ka marrë pjesë në zgjedhje, kemi drejtu me dokument që kemi prezentuar edhe në emisionin e juaj së fundi, me shtim të elementeve të reja, sepse vazhdimisht po ndodhin, siç e përmenda, sfida të reja, me shtim të elementeve të reja, duke i kërkuar gjithë secilit, se cili do që i fiton zgjedhjet, le ta ketë këtë dokument si bazë për të zgjidhur problemet dhe ne si dhomë jemi të gatshëm që të kontribuojmë vazhdimisht qoftë përmes analizave, përmes ekspertëve të ndryshëm të fushave, përmes kontributit ton, po edhe përmes bizneseve që i kemi, që është ajo ta quajmë kështu baza kryesore, motori kryesor i ekonomisë, dhe që qeveria duke u bazuar në telashe që ata i kanë mund të zgjidh shumë probleme edhe ndoshta shumë prej tyre dhe shumë shpejt mund të zgjidh. Pra kanë një mungesë, një komunikimi shkakton një pengesë shumë të madhe për zgjidhje. Pra në një takim që e kishim para pak kohe me drejtorin e doganave, nga një numër problemesh, 4-5 për tyre veç aty u zgjedhën me një diskutim. Pra pse? Sepse po mungon që ky komunikimi që duhet me pas vazhdimisht qeveria me komunitetin e biznesit. Janë duke filluar prej ligjit për punën publike, i cili dje na ka ardhur si draft i parë
që jemi të diskutu që sa kohë dhe që do të me urgjencë me ndryshu sepse ka bloku një gamë të madhe të mundësisë për zgjerim të kapaciteteve, për investime, për fshirë dhe investime në energji që duhet me bë Kosova në energji të pastër në këtë rast, sidomos si duhet me bë Kosova dhe që e ka kriju bllokadën edhe sektorin minerar dhe shumë të tjera. E ki ligjin për tregtinë e brendshme, ligjin për me gjetë një mënyrë për me bë një ligj për me mbrojtë prodhimin vendor në periudha të ndryshme kur ka kapacitete për më mbulu, themi, nëse është periudha e verës ku kemi kapacitete për më mbulu, nëse jo për gjithë muajt, po të paktën nëse për një muaj Kosova mundet më furnizu me një produkt bujqësor prej produkteve të Kosovës, pse do të me leju importimin. Bënë një zgjidhje, sikur shumë shtetet e tjera që krijojnë pengesat shumëta dhe sot po krijojnë për bizneset e Kosovës. Andaj edhe ne do ta gjejmë një zgjidhje për me kriju, themi, pengesat ta quaj kështu në mënyrë që me gjetë një mënyrë për me mbrojtë produktin vendor. Kemi ligjin e punës i cili duhet mu ndryshu gjithsesi se është kohë e gjatë, po flasim për një ligj të vjetër dhe ekonomia dhe sistemi ekonomik në Kosovë kanë ndrruar dhe çësia ka ndrruar krejt, duhet me ndrru, domthonë ligji për TVSH-n, pra na kemi kërkuar që në kohë gjatë TVSH-ja duhet më mbledh mrena, jo më mbledh kufe, pra TVSH-ja duhet më mbledh ku të shitet, domthonë janë një numër ligjesh që duhet mi diskutu, më mbledh së bashku dhe me i nis me njëherë sa më shpejt që është e mundur me urgjencë për më ndrru në mënyrë që të paktën me pa ekonomia, investimet kapitale duhet mu trefishu kundrejt atyre që janë të zhvillu sot. Domthonë ne kemi bllokat totale të një numër të madh të themi investimeve kapitale, rrugët janë në gjendje jashtëzakonisht të tmerrshme, kjo ndikon më njëherë te ekonomia nuk është të kundërshtohen nga qeveria në detyrë, edhe sa i përket investimeve kapitale, por edhe sa i përket investimeve në rrugët në rrugët e vendit. Mjafton me dalmi po. A pat para dje ose par dje magjistrale e Ferizajt. Nuk e di ke më kosh magjistrale, është bërë lum krejt. Aty është të punu, që sa muj është të punu. Është tmerra e rrugë, çfarë gjendje është. Pra ne po flasim për një hallë që është shumë të rëndësishme, po flasim një prej tyne. Autostradën e Gjelanit, rrugën për Pej, rrugën për Mitrovica, ende ka telashe, rruga për Podujeve, ende nuk është funksionalizuar siç duhet. Domthonë, po flasim për absolutisht. Po flasim për gjëra që shihen me sy, nuk po flas për gjëra që shihen. Ne mund të pas ndryshime ndryshme. Po, a mundet me lëviz tutje, mundet me lëviz sepse buxheti ekziston. S'kemi çka presëm ne më për këtë punë. Duhet me lëviz tutje me bëj investime sa më shpejt sepse ekonomia e lyp, sistemi vënë lyp. Kemi vonesa shumë për shembull edhe tek kurudhat. Investimet në kurudha kanë vënë shumë. Ajo është shumë hallë e rëndësishme për vendin tonë, për çastin tonë edhe në Pej. Jemi në minutën e fundit të paraparë për këtë emision, zoti Rahmeti, folëm për nivelin qendror, por këto takimet me kryetarët e komunave kafën në mëngjesit e keni unike si dhomë tregtisë dhe industrisë. Ka zbatim të kërkesave nga kryetarët e komunave, pra nga niveli qendror në kërkesat e bizneseve të dhomës së tregtisë dhe industrisë që i organizoni këto? Në përgjithësi ka, është një bashkëpunim goxha i mirë, është në përgjithësi mes bizneseve ta quaj kështu lokale në këtë rast dhe themi komunave, në përgjithësi është një angazhim i mirë. Normalisht ka pasur një ndikim të madh në disa çështje për muzell, për shkak për shkak se shumë komuna kanë pasur problem derisa janë bërë marrëveshje politike për drejtoritë, gjëra të tjera, kemi pasur përfshirje Prishtina, është që një kohë gjatë ka qenë pa një qeverisje funksionale komunale, pra edhe kjo ka shkaktuar pak telashe, po është edhe lufta ka njëherë në një farë mënyrë ta themi në thojzen mes themi pushtetit komunal dhe qendror kanë telashe, për shembull ka kërkesa që në fund e pson biznesi. Absolutisht. Bizneset dhe qytetarët janë të fundit ata që psojnë mbi këtë farë katrahurën problematike që është kontrata kolektive për shembull që është ka i shkatërron gjitha komunat në Kosovë duke marrë fonde të shumta të cilat i kanë planifikuar qoftë për investime kapitale, qoftë për investime ndryshme ekonomike dhe shoqërore të cilat po ja marrin në këtë rast kontrata kolektive. E qartë, kur pritet të jetë takimi i radhës me kryetarin e Prishtinës? Ne jemi të gatshëm qysh nesër, veç ta shohim kryetarin kur është i gatshëm. E bëra pyetjen për shkak se paralajmërimi ka qenë për sot dhe kryetari dihet që është e vërtet, ne kemi pas edhe me kryetarin në marrë takime, nuk e di pse sot ka ndodhur kjo, ne sigurisht jemi në diskutime edhe me kryetarët e komunave të tjerë, normalisht kjo është tash periudha dhe verës pak një pjesë e kryetarëve pak problematike. Pak problematike fillon më po gjithmonë. Pak më shumë. Po, duhet më shumë, po gjithsesi ne do të kthehemi, ne kemi dakordime edhe me agjencitë ndryshme institucionale në këtë rast të qendrore për me marrë takime me biznes të rëndësishme për të dyja palët. Zoti Rahmeti, faleminderit shumë për intervistën. Gjithmonë kënaqësi. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë emision. Faleminderit shumë që na ndoqët, deri të martën e ardhshme. Mirëmbëngjes.